Përshëndetje miq të Radio Singjellja, si çdo javë jemi në studio me zotin Miron Çako. Do të flasim sot për temën e astrologjisë. A është astrologjia një shkencë apo besim popullor? Miron, faleminderit që pranove ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Na ndritshop se njerëzit kanë shumë besim te horoskopi, te parashikimet. Ka qenë kanë këto për jetën e një individi? E para njeriu në vetvete trembet nga e nesërmja, nga që ai nuk e di të nesërmen, dhe kjo i krijon një komplikacion psikologjik, dhe kështu që përpiqet me gjitha format dhe mënyrat alternative, siç është edhe horoskopi, pjesë e astrologjisë, që të gjejë përgjigjen për të nesërmen. Dhe këtu vjen gjithë historia e astrologjisë, që është një histori e lashtë, datohet që nga mijëvjeçari i dytë para Krishtit, të filluar nga babilonezët, persët, pastaj egjiptasit, grekët, romakët, ilirët, edhe vazhdon deri në shekullin e 16 mbas Krishtit, që astrologjia në thonjzat shikohet si një lloj shkence. Si thua në thonjzat? Do ta shpjegojmë, nuk është shkencë, sepse vetë astronomia që është sot një shkencë eksakte, mund themi, e hedh poshtë astrologjinë, por që njerëzit deri në atë kohë besonin se dielli, që e shikonin si qendra e universit, planetet që ata e shikonin si yje për shkak të reflektimit të dritës së diellit, plus zonës zodiake që atë çfarë shikonin pjesa e universit, çfarë shikojmë ne nga toka, e ndanin në ato 12 zonat zodiake, mendonin se këto ishin perëndi. Dhe këto lloj perëndish tani ndikonin në jetën e njeriut, kur lindte njeriu dhe vendosnin fatin e tij. Dhe magët, që mendoshin si njerëzit e ditur, nga kjo vjen fjala mag, duke parë këtë lëvizjen e yjeve edhe sistemit planetar që kemi ne, por që gjithmonë i mendonin, thash, jo si trupa qiellor siç i kemi sot në astronomi, por si perëndi, siç ishte perëndia e diellit, e hënës e gjitha tjera, dhe kështu ata mitizonin, pra në një farë mënyrë shpiknin, hipoteza dyshme për jetën e një mbreti, individi e gjitha. Dhe kjo zgjati për shumë kohë, por fatkeqësisht edhe pse sot kemi shkencën e astronomisë, që filloi nga shekulli 16 me Galileo, Isaac Newtoni, e gjithë këta korifejt e astronomisë, dhe e hodhën poshtë astrologjinë, prap njerëzit sot ulen përpara medjave, si vizive, si të shkruar, si domethënë, dhe fiksohen duke parë fatin që rezervojnë yjet. Por, në atë kohë, ku njerëzit ishin primitiv në të menduar, të ekzaminuar të gjërave, sa aq mund të ekzaminonin, në një farë mënyrë mund të toleroje astrologjia. Shikohet si një lloj gjysmë shkence dhe gjysmë mitologji. Por se sot, ku njerëzit din, dhe duke filluar që nga arsimimi që ne kemi, që nga fillestare, në mesëm e i lartë, çfarë janë trupat qiellor, çfarë sistemi planetar, çfarë është universi, gjitha, të besosh sot se yjet flasin dhe vendosin fatin tënd, është të bësh primitiv me zor. Në një farë mënyrë të mos ta vësh mendjen në punë, ti thuash shkencës astronomisë ti nuk ekziston, dhe të vazhdosh të krijosh mite për të tjerët dhe për veten. Prandaj astrologjia sot nuk konsiderohet si shkencë, madje astrologjia konsiderohet një lloj sharlatanizmi, mirë thash, dhe futet në pjesët e gjithë riteve okulte dhe magjike. Sepse futet, sepse çdo më thënë, ka të njëjtën përmbajtje që gënjehet nga krijesa duke bërë krijues, pra është pjesë e idhujtarisë, pjesë e fantazisë, e mitologjisë, dhe këtu pra gërshetohet me gjitha të tjera që është dhe falli, është dhe magjia, pra është pjesë e gjithë këtyre okultizmit. Prandaj nuk është kaq e thjeshtë sot që ti të rish dhe thjesht edhe për hobi ose kënaqësi të dëgjosh ose të shikosh çfarë flasin yjet për ty sot, pra horoskopin e ditës, dhe kjo nuk ka asnjë problem, ka shumë problem. Unë kam dëgjuar njerëz që thonë,
Unë besoj në Zot, po besoj dhe te horoskopi. Kjo do të thotë që ne bëjmë një miksim të Zotit, që është si trashëdent dhe imanent, pra që është përtej krijesës dhe brenda krijesës dhe që është i vërteti dhe vetëm ai e di të të ardhmen, sepse Zoti është përtej kohës dhe hapësirës, vetëm ai e di. Të tjerat krijesat intelektuale të krijuara nga Zoti, që flasim edhe angjit, edhe njerëzit, ju zbulohet kjo vërtet nga Zoti dhe askush, as nga krijesat angjëllore, flasim, dhe jo më tepër njerëzore që janë të kufizuar në atë, aftësinë e tyre për të njohur të ardhmen dhe e kanë të pamundur të pretendojnë se ata dinë të ardhmen. Pra, të miksosh Zotin që është i vërteti dhe me astrologjin që është pjesë e gënjeshtës dhe aty ka gisht babai i gënjeshtës që është djalli, si thuhet edhe në Ungjil, atëherë çfarë ka lidhje Krishti me Beliarin ose çfarë ka lidhje Zoti me djallin. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e gabuar, është mëkat. Është mëkat sepse është idhujtari. Ti bie në idhujtari. Dhe për një tashtëquajtur të krishterë, i cili ka këtë lloj miksimi brenda vetes vet, që ai i beson dhe Zotit, po i beson dhe astrologjisë, ai kur nuk është një i krishterë mirëfill, është një i gënyer, dhe patjetër që nuk do të vazhdoj më në këtë ritëm, por duhet të ndaloj, duhet të pendohet, duhet ta rrëfej si mëkat dhe duhet të heqë dorë automatikisht nga astrologjia. Pse njerëzit miron duan ta dinë të ardhmen e tyre? Ka lidhje kjo me frikën apo me pasigurinë e njeriut në vetvete, ne si natyrë njerëzore? Pra, e thash në fillim që njerëzit duan ta dinë të ardhmen sepse ndjen të pasigurt për të sotmen dhe aq më tepër më të pasigurt për të nesërmen. Çështja është se njerëzit ndjen të pasigurt për sotmen kur nuk besojnë në Zotin, në providencën hyjnore. Por ata mendojnë se gjërat varen nga ata, nga ekonomia e tyre, nga fuqia, shëndeti, nga marrëdhëniet shoqërore, nga gjithë ato çfarë njeriu përpiqet të mbijetojë dhe të krijojë vetes një habitat të sigurt. Por Krishti thotë mos mendoni për nesër. Mjafton i dhërimi i ditës së sotme. Sepse asnjë nga ne nuk e di se çfarë është e nesërmja, do vi apo jo e nesërmja, sepse çdo njeri e ka vdekjen mbi kokën e vet, që do të thotë që ajo të shkëput nga jeta dhe si ta Krishti, rini zgjuar dhe jeni gati, sepse nuk e dini kur vjen i Zoti i shtëpisë. Pra nuk e dini kur vjen vdekja. Prandaj vdekja vjen si ajduti, atje ku nuk e pret. Dhe e dyta, Zoti nuk na i tregon të nesërmen që mos të mbasim të sotmen. E nesërmja është rezervuar nga dituria dhe providenca hyjnore, që do të thotë, jo se ne nuk duhet mendojmë për të nesërmen, kuptimi që të bëjmë plane, por nuk duhet kemi ankth për të nesërmen. Duhet jetojmë të sotmen. Tani që jemi ne të dy bashkë, po jetojmë. Dhe këtë duhet ta shfrytëzojmë si kohë dhe hapësirë dhe si mundësi. Po nëse neve tashti nuk do ta shfrytëzojmë të kohë dhe do fillojmë të fantazojmë për të nesërmen, do humbim të tanishmen. Dhe nuk do bëjmë punën e tanishme. Kjo është problemi i mashtruesit, pra djallit, i cili kërkon na i vjell kohën dhe na çon tek e nesërmja. Dhe këtu pasaj ai nxjerr ato alternativat me fallin, astrologjin, magjin, gjëra tjera që njerëzit mos ta jetojnë të sotmen, mos ta shijojnë dhe ta gëzojnë dhe të veprojnë të sotmen dhe të mendojnë për nesër që nuk mund të jetë asnjëherë. Dhe këtu është manipulimi. Miron, kam një pyetje, se ti ke jetuar edhe në vitet e diktaturës, kur vitet e ateizmit dhe nuk lejohej të besoje në Zot. Po këto magjirat, këto gjërat kështu kanë ekzistuar? Po patjetër. Fshehura si bëheshin dhe këto? Këto bëheshin jo shumë fshehura, sepse ai sistem ateist komunist luftonte më shumë institucionin fetar, që ishte, si them, që mbështet në teologji, shkrimin e shenjtë, kurse këta fallxhorët magjistarët ta ishin më të lirshëm dhe nuk i pengonin. Për shembull, në atë kohë gëloi kjo filxhani. Në çdo shtëpi shikoi filxhani, ishte dhe filxhani ishte horoskopi atëherë. Horoskopi atëherë. Dhe sot është bërë me teknologji, me AI, mund ta shikosh. Se shikoj? Po.
Sot është bërë me kështu. Pra, është rritur niveli i filxhanit. Por ishin dhe këto fallet e gjitha, pra njerëzit ishin të dhënë mbas atyre. Edhe unë personalisht, mos kujto se kam qenë kaq i kthjellët, pra kam qenë edhe unë një i mashtruar, sepse dhe mua më kapte ajo frika e të nesmes, duke mos besuar dhe në ekzistencën e Zotit. Por, ku njeriu beson në Zotin dhe kupton se si vepron Zoti, dhe gjërat varen nga Zoti dhe nga sinergjia, bashkëpunimi me njeriu, atëherë njeriu çlirohet nga të gjitha këto, si them, mbeturina, mbetje të paganizmit, që vinë gradualisht dhe pa kuptuar, dhe nga këto bestytni dhe fatalizma. Sepse këtu kemi të bëjmë me fatalizëm. Pse njerëzit e besojnë horoskopin? Pse? Sepse ju pëlqen të jenë fatalist. Po pse fatalist? Do me thënë që gjërat nuk varen nga ata. Sepse, çfarë është horoskopi? Horoskopi thot ty, nëpërmjet një astrologe ose astrologu, që sot janë dhe mediatik, të thot që yjet për ty kanë rezervuar këtë fat. Fjala fat ose kismet, që përkthet në gjuhë tjetër që është tek neve, është shumë kështu, është kismet. Është kismet kjo. Këtu është gabim, sepse i bie që atëherë nuk përcakton ti jetën tënde. Në kuptimin nuk zgjedh ndërmjet të mirës dhe të keqes, po ti je i destinuar për këtë fat ose kismet që tra. Ky është fatalizmi. Dhe njerëzit që nuk duan të ndryshojnë, pra të bëjnë të mirën në jetë, por i nështrohen të keqes, sepse keqja bëhet më lehtë, atëherë thonë kështu e ka shkruar yjet për mua, ose kështu e ka thënë falli, ose kështu edhe e ka përcaktuar dhe Zoti. Duke bërë Zotin fajtor, por gabimet e tyre. Prandaj ky është një problem teologjik që është përballuar dhe brenda krishterimit, që krishterimi ortodoks e ka kundërshtuar, pra ne nuk kemi fat, po kemi bekim. Thuhet në pjesën e shkrimit të shenjtë, po të vënë ndërmjet bekimit dhe mallkimit. Që do të thotë, njeriu duhet të zgjidhë alternativën që jep Zoti, pra plan ide për jetën e njeriu, nëse ne e zbatojmë, ky është një bekim për ne, sepse çdo gjë që bën Zoti për ne është për mirë, por ke të drejtë ta refuzosh këtë dhe të kalosh në mallkim. Fjala mallkim, se shumë njerëz ju duket shumë e rëndë në kuptimin, çfarë do të thotë? Të kundërshtosh vullnetin e Zotit, të bësh të kundërtën e të mirës që ai të ka përgatitur për ty. Dhe pra ne duhet jemi të përgjegjshëm. Ndryshe, nëse ne nuk besojmë se jemi mes bekimit dhe mallkimit në zgjedhjen tonë të lirë, atëherë pse duhet të gjykojë Zoti? Pse duhet na gjykojë Zoti ne? Po njerëzit nga që kanë frikë nga gjykimi i Perëndis, zgjedhin alternativa të tilla që thotë kështu e kanë shkruar yjet, kështu ishte përcaktuar për mua, pra ky është fatalizmi. Tani si duhet ta kuptojë një njeri që është futur në një zonë të rrezikshme shpirtërisht? Kur fillon edhe krijon varësi, për shembull ndikojnë këto gjëra, horoskopi ndryshon vendimet që do marrin në jetë. Pra një person i cili i beson horoskopit, madje dhe për mua edhe nëse e dëgjon horoskopin edhe për këshëri, ai ka hyrë në një zonë shumë të rrezikshme. Sepse ka hyrë në një zonë që ai konkuron Zotin. Dhe këtu, si them, hyn në gjyq me Perëndin. Pra, ne i themi Perëndis që ti nuk je Perëndi, dhe ne besojmë te aksesorët që krijove ti. Për shembull, të jap një shembull shumë të thjeshtë. Ti ke në dorë një syllaps. Dhe unë tani nuk komunikoj më me ty, nuk të kërkoj ndihmë ty, po marr syllapsin tënd, edhe flas me atë dhe shpresoj tek ai. A do ndihesh ofenduar ti që thua ti po flet me syllapsin apo me mua? Dhe e njëjta gjë është, kur neve nuk flasim me Zotin, po flasim me yjet, ne flasim me aksesor që ka krijuar Zoti në shërbim të njeriut, sepse në shërbim të njeriut, po, dhe mohojmë ekzistencën këta bëjnë idhuj. Dhe thuhet në shkrimin e shenjtë, gjithë perëndit e kombeve janë idhuj, janë demon, sepse mbrapa një idhulli është një demon. Çfarë është gjithë demonologjia? Të mohosh ekzistencën e Zotit dhe të bësh djallin perëndi. Dhe aksesorët që ti i afron, ti i japësh atribute hyjnore. Po nga kjo vjen zemërimi i Perëndis te njerëzit dhe tek familjet dhe tek shoqëria. Prandaj nuk është kaq e thjeshtë kjo, që ai se po dëgjojmë horoskopin, po shohim horoskopin apo për çep për gallati. Jo, sepse ajo lëgjurm të ndikon, si virus
që po nuk i krijove një mbrojtje vetes, patjetër që ti do infektohesh. Dhe infekton veten, pra e pranon si një besëtnik, gradualisht, dhe infekton dhe tjerët. Para ca kohësh kisha një bisedë me një mikesh që i kam bërë te katekizëm, por më skandalizi kur ajo thoshte që unë i besoj horoskopit. Thashën ti ke nevojë akoma për katekizëm. Dhe çfarë bëri për të absolutizuar dhe atë, e tha dhe në mënyrë publike, ishin në një media kështu, tha që ja, tha për shembull në një vend fshinj, s'ka rëndësi, të gjithë atje tha besojnë, tha dhe klerik, tha dhe laik besojnë horoskopin. Pra, që s'është e vërtet. Po njeriu kërkon edhe gabimin e vet, ta absolutizoj që duke thënë që derisa e bëj të gjithë, jo, kjo nuk është gabim. Horoskopi është idhujtari dhe është kundra Perëndis. Është mashtrim, ka gisht djalli, është posedim diabolik. Nuk është kaq e thjeshtë kjo. Dhe si mund të shkosh tek Zoti dhe ti kërkosh ndihmë Zotit kur ke nevojë, kur ke hall, dhe ti beson te horoskopi. Si mund ta bësh të? Domethënë ti e përdor Perëndinë sipas interesave tua, duke ja hequr dhe atributin që është Perëndi. Po. Dhe si pret që pastaj Perëndia të ndihmoj ty, kur ti bën Perëndi trupa inert. Se mirë njerëzit primitive shikonin hënën që shkëlqente nga reflektimi i diellit, thotë kjo është Zoti, që është Diana, quhet. Helios ishte dielli, Perëndia diell, ose këto Saturni gjithë ishin Perëndi, se këto reflektonin dritën. Dhe njerëzit ai shikonin. Po sot neve të bëhemi kaq primitiv, sa një pasqyre që reflekton dritën e diellit i themi kjo është Zot, se kështu është e njëjta gjë. Atëherë shikoj se sa poshtë bie dhe inteligjenca jon. Çështja është që dhe horoskopi është një fyrje për dinjitetin njerëzor që një qenie intelektuale, që ne me këta inteligjencë duhet lidhemi me Zotin. Dhe jo t'i bëjmë Zota krijesat. Po. Unë se dia si buron, as si ndërtohet, tani ka njerëz miron që nuk e din këtë. Do të thënë, mendojnë se besojnë në Zot, por e dëgjojnë horoskopin ndonjëherë. Tani ti po jep mesazhin shumë të qartë. Po i thua që nuk lejohet horoskopi për besimtarët. Po. Tash çfarë duhet bëjmë? Fillaras, atë që bëj unë me veten time. Shiko, djalli nuk e dorë kur nga, si them, është 24 orë non stop. Ai as fle as lodhet. Ai është rreth nesh dhe ai gjen çdo moment që të na ndikoj. Për shembull, edhe unë që po flas kaq qartë, po i ndaj gjëra bardhëzi, nuk po lëm atë pjesën grixhur që është pjesa më e rrezikshme. Dhe unë shpeshherë kur dëgjoj për shembull horoskopi, shenja, gjitha, vjen tundimi. Dëgjoje, por këtu pra duhet vi kundërshtimi. Largohu Satana, kjo nuk është e vërtet. Pra nuk ja lejoj asnjëherë vetes që ti nështrojnë dhe për sekonda që ta pranoj këtë, sepse aty fillon. Si thotë Shën Pajisi, djalli thotë na jep disa karamele që ti lëpim. Në fillim ato kanë ëmbëlsi. Pastaj kanë të hidhurën. Mos e lëpi karamelen djallit. Edhe nëse e lëpive një herë dy herë, hidhe. Domethënë duhet një reagim i menjëhershëm. Janë të ndara gjërat. Ndryshe është Zoti, ndryshe është krijesa. Prandaj nuk do të bëjmë krijesën, ta bëjmë Zot. Dhe yjet janë krijesa, dhe aq më tepër janë krijesa të pashpirta, se të kishin një lloj shpirti, të ishin si angjit. Hajde po kishin një relacion intelektual. Po me i cop gur tash, edhe që vërtitet në ajër, siç është hëna, për shembull, siç janë planetet tjera, ose konstelacionet e yjeve që janë kaq shumë larg nga neve, që ylli më i afërt për ne është 46.000 vjet dritë të vi tek neve. Drita e tij më i afërt, mendo çfarë janë ato të tjerat, mendo pallavrat që kanë bërë njerëzit, sepse kështu quhen pallavra. Tani i kanë vënë atij Dashi, Briciapi, Demi, po pse ashtu janë ato? Po i shikoj njerëzit i panë dhe bën ca figura dhe thanë ky është Dashi, ky është Demi. Domethënë është gënjeshtër e madhe dhe është primitivitet. Prandaj duhet ta vëmë mendjen në punë. Zoti na ka bërë me inteligjencë që na ndan nga kafsha, po ka edhe përgjegjësia inteligjenca. Pra do me thënë ti vë në punë. Po ta vësh mendjen në punë, njeriu i jep përgjigje edhe këtyre mashtrimeve. Nuk është nevoja të kesh shumë dije teologjike, por ama mendja në punë, ty të ndan nga gënjeshtër. Prandaj kur astronomia erdhi si një shkencë, nga ekzaminimi që u bë
planeteve të gjitha, atëherë ata vetë astronomët e hodhën poshtë astrologjinë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 190 e ca astronom, një zëri, që ishin me çmime Nobel disa, thanë që astrologjia është mashtrim. Pra, ata që thonë që astrologjia sot është shkencë, gënjejnë. Sepse astronomia nuk e pranon si shkencë. Mund themi që astrologjia ndikoi tek astronomia, sepse ishin vëzhgimet e para. Dhe astrologët bënin disa vëzhgime të yjeve, kuptohet. Por nuk do të themi që do mbetemi te mitet e astrologjisë. Shembulli më unikal që astrologjia është gabim është kur lindi Krishti. Kur lindi Krishti në qiejt e Babilonisë, doli një yll, u shfaq një yll krejt papritur, i cili ishte një fenomen i çuditshëm sepse ai shkëlqente ditën dhe natën. Dhe bënte një rrugë ndryshe nga yjet e tjerë dhe drejtohej drejt Palestinës ose drejt Izraelit. Atëherë, 3 magë, që ju dihet edhe emrat, e pan këtë yll si një shenjë që po lind mbreti i botës. Pse? Sepse në kohën e Mojsiut, 1500 vjet përpara Krishtit, Balami, që ishte një magjistar që shkoi për të mallkuar Izraelin, por Zoti e nxit që ta bekojë Izraelin, tha këtë profeci, që nga Izraeli do dali një yll, jo tani, po më vonë, që do sundoj me skepter hekuj. Kjo profeci u ruajt në këto zona dhe mbani mend këta magët, edhe transmetonin nga brezi në brez. Doli ky yll. Ylli të tërishte, ishte një fenomen që të tërishte. Atëherë këta udhëtuan, thonë disa për 1 vjet ose 2 vjet, dhe shkuan në vendin ku lindi Krishti në Betlehem të Judes. Dhe ylli thot zhdukej dhe shfaqej. Dhe kur ata nuk po i gjenin, sepse u zhduk, nuk po i gjenin ku ishte Krishti, vajtën tek Herodi dhe i thanë Herodit ku është mbreti, dhe dim atë historinë që Herodi u trëm e thiri pleq, dhe ata i thanë që do lind në Betlehem, sepse është profecia nga ty Betlehem, do të lind një bari e tjera tjera. Atëherë këta u drejtuan për nga vendi ku do të lindte Krishti. Por thotë që ylli u shfaq me njerë dhe zbriti nga qielli dhe qëndroi mbi shtëpinë ku ishte foshnja me nënën. Tashti, këta ishin astrolog, këta magët. Këta ishin njerëz të zgjuar e mendjen punë, por ishin njerëz që kishin besytni. Këta kuptuan se ky nuk ishte yll, se si mund zbresi një yll tani nga qielli, të zbresi në tokë, ke parasysh, dhe të tregoj. Dhe aty u shfaq çfarë ishte? Ishte një angjëll që ishte shfaqur në botkuptimin e magëve si një yll, thot Shënjan Gojarti, dhe pastaj kur ata ju falën foshnjës hynor, biri i Zotit dhe biri i njeriut, po ky angjëll i drejtoi të shkojnë nga një rrugë tjetër, që mos shkojnë tek Herodi, dhe këta magët ishin të parët që përfaqësonin kombet, që ishin falur yjeve astrologët, dhe që hoqën dorë nga astrologjia dhe adhuruan Zotin Krishtin, që quhet dielli i drejtësisë. Prandaj, këtu pra pushon astrologjia me lindjen e Krishtit, sepse i tregoj njerëzve të vërtetën me këtë fenomen. Prandaj, duhet jemi të qartë, sepse edhe disa spekulojnë, po ja ku lindi Krishti doli një yll e tjera. Po nuk ka lidhje me astrologjinë. Shumë faleminderit për shpjegimin.